Lavdi dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vllazën, a doni që tanë vitin të jeni me agjerim? Kësaj pyetje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I përgjigjet, thot nëse njeriu dëshiron që të jetë me agjerim, të konsiderohet se agjeron tanë vitin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon, thot, ai që e agjeron muajin e Ramazanit dhe pastaj I ashton edhe 6 ditë të Shawalit, ai konsiderohet se e ka agjeruar tanë vitin. Pra, siç e shihni, Allahu xhaleshanuhu shumë I mëshirshëm është ndaj besimtarëve. Ofertat të ndryshme u jep, apo na jep ofertat të ndryshme Allahu xhaleshanuhu. Në forma të ndryshme. Ja e patëm muajin e agjerimit, edhe në të ishte edhe nata e 4, ku mund që të fitosh sa një jetë të gjatë. Tashmë njëherë pas muajit të agjerimit, oferta tjetër, thot, a dëshiron që të agjerosh tanë vitin, të konsiderohet se agjeron tanë vitin, atër thot, agjeroj 6 dit pas agjerimit muajit të Ramazanit, do më thonë 6 dit të Shawalit. Tash dietarët analizojnë, thonë këto 6 dit, a duhet me I agjeru një pas një, do më thonë reshtazi, pa ndërprerje? Dietarët tregojnë, thonë se jo, ka mundësi që ajo të bëhet kur të mundsohet në muajin Shawal. Do më thonë nuk është patjetër që reshtazi të agjerosh. Po bile dietarët shkojnë edhe më larg. Nëse nuk e mund që 6 ditët t'i agjerosh në muajin e Shawalit, atëherë thot, ndoshta ka mundësi që edhe në muaj tjerë t'i agjerosh, pasi që ke pas dhe një arsye, pa marrë parasysh çfarë arsye. Niyetin e ke pas, por nuk e mund t'i agjerosh, edhe tash, sidomos kjo vlen, më thonë edhe për gratë, kini parasysh dhe më thonë me ciklin, edhe dhe më thonë I agjeron në muajin tjetër, apo në muajin që vijon, apo në cilin muaj sa më afër që është më mirë. Pra dietarët thonë, ka dietarë të cilët thonë se konsiderohet edhe ajo. Por ajo që është e më e saktë kuptohet, dhe më thonë të agjerohen ato 6 ditët në muajin e Shawalit. Duhet të shtojmë këtu atë se kur themi agjerim, jo agjerim me gjumë, si që kina tradit për fat keq, Allah nuk e di, dhe më thonë, gati se është bo, dhe më thonë, ma nisojt e të gjithë, nëse nuk shkon në punë, në sabah, të di së gëllomë sa I flet dhe në 12 ditës. Kjo katastrofë. Do më thonë flet. Paramendoni edhe ushqimin saballëkin e ngatron vetëm e vetëm që të flene. Po njeriu kur fle, ajo është në vdekje. Në vdekje është ai. Pra pse e shkurton imrin tënd? Kur I zgjuar, ke mundësi të hekësh një shahadet, të bësh një punë të mirë, të ndihmosh dikujt, të këshillosh dikant, a kështu në gjumë
në më thonë, vetëm fle, edhe të flejsh gjatë normal, është gafleti i madh. E pa në pejt një dietar, se fjala gaflet, është në arabisht, o zhefendi, qka do të thotë i ki gaflet? I kina zemrat në gaflet, ina në gaflet. Thot gaflet është të flejsh me syt e hapur. Do më thonë, i zgjuarje, syt i kje të hapur, ama zemra, trupi, mendja, në gjumë kretë. Për fatë këtë që ajna në këtë situatina. Pra kur thot për Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qashtojmë edhe 6 ditë, do më thonë qashtojmë me vërtet, agjerim ashtu si duhet, agjerim si i ka hije, agjerim do më thonë nuk do të thot vetëm mos hash mos pish, pra agjerim do të thot edhe mos folish gabim, mos bash fjalë të që të kanë, mos i ofendojsh të tjerët, mos kenë do më thonë problem, familja, shokët, kojshit, pigujes tonë dhe më thonë më jenë në zorë. Kjo është e agjerim. Piduarve toja më jenë në zorë, fqit apo të tjerët përgjithsi. Pra atëherë me të vërtet e ke fitu se vapin, sa me agjeru, një më të botë. Pra inshallah, Allahu Zëreshanu në bëndë si të tilë, dhe të bëna për atyre që kur i dëgjëm, fjalët e Allahu Zëreshanu dhe fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të mundohena që në jetën e përditshme ti praktikojmë, ti vëmë në praktik edhe në këtë mënyrë që jena të lumtur, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Ela inna ahsana kalam ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-mannan.